Se fjalë të miku tim Kadriveselit po dalin, e zez ka me qenë dita kur t'jeshtë i kryeministër. Serbien kemi këty mrena. Serbien le që ka këty mrena, po tash është t'u jadhon edhe të drejtat. Është t'u jadhon edhe të drejtat. Sepse serbët të cilët do të marrin dokumenta si banor të Prizrenit, si banor të Pejes, si banor të Deçanit e Gjakovës, si banor të Malishevës e të Klinës, si banor të Fushkosovës, të Prishtinës, të Gjilanit, të Kamenicës, të Vitijës, po t'i përmeni zonat vetëm ku ka pas serb gjatë luftës, të Pejes, ata nuk do t'a transferojnë votën, ata do të ndikojnë me votë edhe në qytetet aty ku do t'jesh, do t'i kesh edhe asambleistat serb, të cilët do t'i paguaj vetë Vučići dhe do t'i qoj krejt ku jenë ata më ekstremat aty. Votat të cilat do të shkojnë dhe do të vinë me post, do të jenë votat të një drejtimshe, vetëm për listën të cilën do në Vučići dhe Kisha Ortodokse Serbe. Se mirëfilli është ky konstruksionit që po zbatohet, Kosova ati sarit bie politikisht. Po, kjo është që ka thonë edhe Najt Hasani. Do të bie dhe do të kemi luftë. Kjo është. Se marrën e Hashim Thaqit në... Mbështetësit e Kurtit u tallen me Hasanin, duke paradizuar disa analistë proksit të tij që gravitojnë si përfasues shoqërisë civile. Nuk ka nevojë tallen dhe nuk ka nevojë me mbesu. Asnjëna me bë. Le të shkojnë në qendrat të regjistrimit. U tallen me deklaratën e zotit Hasanit. Po, nuk ka nevojë tallen. Le të shkojnë në qendrat të regjistrimit dhe le të pyesin sa serb janë regjistruar deri sot, se mu nuk po më dhajnë listat. Se din që ajo që ja bëj publik. Mu po më frigojnë edhe me nejt me mu, se din që ka me qitë Albin Kurti prej punës. Rregullisht më përcjellin se ka shkoj. Rregullisht tentojnë me më bë fotos se me kanë rri. Rregullisht këshyren me më shantazhun çdo hap. Rregullisht. Tentojnë me më bë gjithçka, njerëz të tyre. Deri kur del edhe rektori UP-s vend se më marr me rregullimin e ambienteve të studentëve aty mbrana, me rregullimin e vendeve të reja për nxënësit e ri që do të shkojnë me studiu aty. Ai dele merë, doja. Kjo është bre niveli dijes i tyne, nivel shkret i tyne, shkretin, një moçal, një pus i baltosën aty mbrana. Në vend se me të folë ty, ka shkon shkenca, me kriju në universitet të shkencës, në deg, në vend se me kriju në pjesë për informatik, për inteligencën artificiale, se nga hec, këta ende merren me thashë thome. Ende merren me budallaki. Çka be me folë ma shumë për ta? Këta janë... Përballja në sistemet demokratike pluraliste, vjen edhe me këtë antagonizëm me gjuhë të rënd, tallse, bullizuese, sikur në rrodhe gjuha jote në drejtim tyre, tash që është reagim ndaj tyre. Jo, unë fizike kam pas peshe, edhe Mzekica, edhe na kam mësu ligjin e tretë Newtonit mirë, shumë mirë. Dhe na ka thonë zotëri Kica se t'jesh zotëri, edhe zotëri vërtet, duhet gjithë secilit me monedhën e njëjtë. Se kështu thotë edhe Newtoni. Do të thotë, me të mirin bënë shumë i mirë. Me të keqen, ktheja me të keqe. Po jo me të barabartë. Se pra vazhdojnë ligji i dytë i Newtonit. Kështu që duhet m'ja tregu gjithë secilit vendin e vet aty ku e ka. Kështu që mu vje keq, sepse në jetën e përditshme nuk jam ky qëndrim. Po të njohin gjithë, po. Gjithë më njohin se nuk jam ky qëndrim. Po, jam ky qëndrim, dhe qëndroj pas çdo fjalë që e them, edhe çdo veprime që e bëj, deri në fund, se nuk më doru askën të cilin më ofendon, më shantazhon, apo tenton më shkatron, sepse do t'ja kthej me monedhën e njëjtë. Kështu që ata të cilët do të kruhen, do t'ja shkruaj. Ta kenë këto qartë, sepse kam kontribu për këtë vend, më ndërtu ky vend, për çdo ditë po investoj me hap vende të reja të punës, me ardhë njerëz në punë, me punu, për çka kanë luftu dëshmorët tanë, që më ndërtu ky vend, dhe jo na me punu me largu rinien me qitë jashtë. Ta s'kam ja të leru ju Albin Kurtit,
po asnjë njeri. Nesër, nëse është le të mbajnë për fjalë shlirë, Po, kretë populli i Kosovës, edhe kryeministri i Partisë Demokratike të Kosovës, po i bani veprimet Albin Kurtit, prap do t'jem kritikuesi më i madh edhe i tina. Se nuk jam këtu me hy edhe me hesht e mi bo padrejtësi popullit. Nuk jam. Jam për me çu këtë vend përpara. Me ndërtu këtë vend përpara se nuk kena me marrë kur gjë me veti. Ti lajmë bile veprat e mira, jo veprat e këqija. Dhe ky jam qëndrimi i veprave të mëdha dhe veprave të mira. Dhe jo të bëhem deputet me infuzion, apo deputet servil i kujt do aty. Nuk i servilavem as kujt dhe nuk marr infuzion prej as kujt. Infuzioni im është lidhja me Zotin dhe lidhja me popullin. Se do t'jem gjithmonë në mbështetje të të drejtave të popullit tim shqiptar dhe në mbështetje të popullit amerikan, as kujt tjetër. falenderoj për kohën që ishe me mua në këtë intervistë, edhe si arsye për t'ju përgjigjur një vokacioni tallës një rektori që u pa djenë një konferencë për bashkët me ministrin detyrë, Bujqis Armen Muet. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju dhe uroj që të reflektojnë studentat duke boshatis Universitetin e Prishtinës, sepse ata kanë shku në Universitet Prishtinës. Duke protestu apo duke... Protestu e boshatis edhe duke dhënë dorëheqje deri në shkarkimin e tij, sepse studentat janë regjistruar në Universitetin e Prishtinës, jo në Universitetin e Degës, Lëvizjes dhe Vendosje. Dhe rektori duhet të jetë i pavarur dhe jo i varur. Duhet jetë njeri kredibil që e përfaqëson atë pozitë, duhet jetë njeri që ka vlera dhe ka të dije, jo të ketë dije të shkret, sigur ky që është. Kështu që uroj me reflektu edhe me pas guximin edhe profesorat, mos me nejt mas një vartësi me dije të shkret, sikur Arben Hajrullava.